Në qytetin e Korçës mbrëmjen e së shtunës u ndezën zjarre tradicionale, një nga ritualet më të hershme që simbolizojnë largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës. Në lagje të ndryshme të qytetit, më të madh në juglindje të vendit, banorët u mblodhen rreth zjarreve, duke përcjellë traditën e trashëguar ndër breza, ndërsa atmosfera festive shoqërohet me gëzim dhe pjesëmarrje të shumë qytetarëve. Ndërkohë, ambisat korçare janë marrë me përgatitjen e gatimeve tradicionale të kësaj feste, duke sjellë në tryezat familjare gatimet me shijet karakteristike të ditës së verës. Një tjetër simbol i rëndësishëm i kësaj dite janë veroret, byzylykët shumëngjyrësh që vendosen në dorë si shenjë fati të mirë dhe shëndetit e mbarësisë. Në këtë ditë si zakonisht bëjmë kulaçi. Si është për mirë që të tregojmë që po vjen një ditë shumë e bukur, ditë e verës. Prandaj të gjitha nënat, gjyshet angazhohen për të përgatitur kulaçin sipas traditave tona. I marrim fëmijët, marrim dhe një verore, u vendosim dhe një verore, i përshëndesim me kulaçin dhe organizojmë dhe këta aktivitet dhe këtu. Prandaj kemi ardhur dhe sot se kjo lagje këtu e ka shumë traditë, zjarrin, të gjitha përgatitjet që ka çdo familje. Për ditën e verës, ne ndjekim traditën e familjeve tona ose e gjyshëve së gjyshëve tanë që na i kanë lënë ndër vite. Përgatitje tradicionale kemi ëmbëlsirat në formën e kekut ose të biskotave. Përgatisim ato veroret që vendosim në duar fëmijëve. Një ditë shumë e bukur, kënaqemi të tërë mblidhemi si shoqëri, familje. Shumë bukur duke erdhur këtu, duke parë, bërë foto, video. Festimet kulmojnë ditën e diel me atmosferën e një prej festave më të dashura që bashkon traditën, kulturën dhe gëzimin e ardhjes së stinës së re, pikërisht festën e verës.